Zhvillimi i aspektit shkencor dhe intelektual të gruas. Gratë vetë janë të ftuara të përhapin ide të drejta mes tyre dhe të drejtohen drejt njohurive, informacionit, leximit dhe çështjeve themelore të jetës. Edukimi i gabuar perëndimor në periudhën e regjimit të dhunshëm ka çuar gruan drejt zbukurimit dhe shfaqjes që nuk ka asnjë justifikim. Kjo dukuri është gjithashtu një nga shenjat e mbizotërimit të burrit, sepse një nga shenjat e mbizotërimit të burrit e perëndimorët ishte se ata donin që gruaja të ishte për burrin. Prandaj ajo ftohej të zbukurohej dhe të paraqitej për kënaqësinë e tij. Kjo është një nga shfaqjet e mbizotërimit të burrit. Nuk ka liri për gruan, por përfaqëson lirinë e burrit, që shihet si diçka për t'u kënaqur deri me shikim. Kjo është arsyeja pse ata e nxitën gruan të ketë pamjen e zbukuruar dhe të zbulohet. Ky egoizëm ka pushtuar shumë burra në shoqëritë larg besimit të Perëndisë, që nga periudhat e lashta dhe vazhdon të përhapet edhe sot. Perëndimorët janë ata që e shfaqin në këtë mënyrë më të ulët. Pra duhet të ekzistojë një qëndrim serioz nga çështjes së orientimit të gruas drejt njohurive, shkencës, leximit, ndërgjegjësimit dhe grumbullimit të informacionit. Kësaj duhet i jepet rëndësia e duhur nga gratë vetë.